Me urdhër të Ministrit të Brendshëm Besford Lamallari, dy shtetas nga Maqedonia e Veriut janë shpallur persona të padëshiruar në territorin e Shqipërisë për një periudhë 10 vjeçare. Bëhet fjalë për gazetarin dhe analistin Valon Bela, si dhe Bekir Halimin. Vendimi është marrë pas informacioneve të përcjella nga strukturat informative dhe pas propozimit të njësisë antiterror në policinë e shtetit. Sipas autoriteteve shqiptare, ndaj dy shtetasve ekzistojnë të dhëna për veprimtari që konsiderohen të rrezikshme për sigurinë dhe interesat e shtetit shqiptar. Për Valon Belën, përveç shpalljes non grata, është nxjerrë edhe një urdhër dëbimi nga territori shqiptar. Megjithatë, Ministria e Brendshme nuk ka bërë publike detaje konkrete mbi natyrën e këtyre informacioneve apo aktivitetet specifike për të cilat dy personat janë futur në listën e të padëshiruarve. Vendimi ka shkaktuar reagime të shumta, veçanërisht për shkak të profilit publik të Valon Belës, i cili prej kohësh ka qenë kritik ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Në postimet e tij në rrjetet sociale, Bela ka akuzuar vazhdimisht kryeministrin shqiptar për afrimin me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe ka mbajtur qëndrime të forta politike për çështjet kombëtare. Madje rreth një muaj përpara vendimit të Ministrisë së Brendshme, Bela kishte lënë të kuptojë se mund të përfshihej në një listë personash të ndaluar për tyr në Shqipëri. Në një reagim të publikuar atëherë, ai shkruante se do ta konsideronte një kënaqësi nëse do të ishte pjesë e personave të shpallur të padëshiruar nga qeveria shqiptare, duke lidhur këtë me qëndrimet e tij politike. Pas shpalljes non grata, Valon Bela ka reaguar publikisht duke e cilësuar vendimin si një akt politik të koordinuar sipas tij mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai ka falenderuar mbështetësit e tij dhe ka deklaruar se një vendim administrativ nuk mund të fshijë sipas tij historinë dhe kontributin e një shqiptari. Në reagimin e tij, Bela ka pretenduar se vendimi prek jo vetëm personin e tij, por edhe figurën e një shqiptari të përfshirë në zhvillime historike kombëtare. Një vendim administrativ nuk mund ta shpallë non grata historinë, sakrificën dhe kontributin e një shqiptari, është shprehur ai duke shtuar se mungesa e transparencës dhe një shpjegimi publik krijon pikpyetje mbi këtë vendim. Bela ka akuzuar gjithashtu qeverinë shqiptare se po ndjek një politikë që sipas tij dëmton marrëdhëniet me Kosovën dhe interesat kombëtare. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare e kanë argumentuar vendimin me çështje të sigurisë kombëtare, duke theksuar se masat e tilla merren mbi bazën e informacioneve të siguruara nga strukturat përgjegjëse. Rasti i Valon Belës dhe Bekir Halimit rikthen në vëmendje përdorimin e mekanizmit të shpalljes non grata nga autoritetet shqiptare dhe shtetasve të huaj, kur dyshohet se aktiviteti i tyre përbën kërcënim për sigurinë e vendit. Deri më tani, betet i paqartë dokumentacioni i plotë që ka çuar në këtë vendim, ndërsa debati publik është përqendruar tek përplasja mes argumentit të sigurisë kombëtare dhe pretendimeve për një motiv politik.